Heqja e naftës nga skema kombëtare e mbështetjes ka nxjerrë në protestë blegtorët, të cilët u mblodhën para Ministrisë së Bujqësisë për të kërkuar ndërhyrje emergjente nga qeveria. Ata ngritën shqetësime se sektori i blegtorisë po përballet prej vitesh me vështirësi të mëdha ekonomike, ndërsa çmimet e ulta të grumbullimit dhe qumshit po i çojnë drejt falimentit. Blegtorët theksuan se 1 litër qumësh blihet nga fabrika me çmime më të ulta se 1 litër ujë, duke e bërë të papërballueshme vazhdimin e aktivitetit. Ata kërkuan rritje të subvencioneve dhe mbështetje të drejtë për drejtë financiare në nivele të krahasueshme me vendet e rajonit. Ne të blegtorisë kërkuam ngritjen e subvencionime. Nuk ja dalim dot me ato pak lekë që na japin këta për subvencionet. Nafta se ulët. Qumshi juaj na konkuron. Kërkojmë mbylljen e importit. Qumshi jonë dhe ngritja jonë nuk është vetëm për neve, është edhe për fëmijët tuaj, për fëmijët e atyre, për fëmijët e gjithë neve këtu. Nafta është ngret, plerat janë ngret, çmimi i qumshit ka ra. Ne po na myt malli importit, sepse ato subvencionojnë më mirë se sa shteti shqiptar. Nuk kena ardhur për politik, kena ardhur për drejtat e fermerëve shqiptar. Sepse po na zhdukin nga Shqipëria realisht. Nëse ministri nuk di të bëjë llogarit, të japi ndërheqjen ministri i Bujqësisë. Përmes një shkresë zyrtare, fermerët paraqitën një paketë me 10 kërkesa konkrete, ku ndër më kryesoret janë subvencionet me mbi 20.000 lekë për çdo krergjethi dhe 10.000 lekë për viçat. Një tjetër kërkesë e përsëritur mbetet vendosja e një çmimi mbështetës për çdo litër qumësh për të garantuar mbijetesën e sektorit. Kemi 7 deri 8 herë më pak subvencione se vendet e rajonit. Me këtë duhet të konkurrojmë ne. Si mundet të konkurrojmë me vendet e rajonit kur ne nuk kemi një subvencion të njëjtë me vendet e rajonit? Si mundet t'i konkurrojmë ata kur vendet e tyre subvencionojnë më shumë dhe taksat dhe prodhimet e tyre që vinë në Shqipëri nuk ka një taksë të përcaktuar. Përfaqësues të blegtorëve zhvilluan dhe një takim me ministrin e Bujqësisë dhe ministrin e Financave ku diskutuan kërkesat e tyre. Megjithatë, pas përfundimit të takimit, situata u tensionua pasi fermerët që prisnin jashtë shprehën pakënaqësi për mungesën e një zgjidhje të menjëhershme. Sa është për krylop? Serbi ka 1.700 euro. $120.000 lekë të vjetra për lop. Qa është 120.000 lekë të vjetra për lop? Tani ç'të bëjmë? Nëse ndryshojmë atë ligjin. Prit na pështyn surrati thuj. Po se bëjmë. Prit bash na pështyn tani. Pse nuk ka lufta për rajonin? Vetëm për shqiptarë. Se ne serbi na shkel me këmbë, pse? Na ka shkel 1 hektar, po na shkel prap. Pse? Ajo do të vetë kontrollin e tokës. 120.000. Po tani se është lufta, po thuj pra të vi, na pështysit të gjithë Shqipërisë këtu se na kanë pështyr deri tani, s'man më. Tani Protestuesit kërkuan jo vetëm mbështetje financiare, por edhe masa konkrete për mbrojtjen dhe promovimin e prodhimit vendas, duke theksuar se pa ndërhyrje të shpejtë, sektori i blegtorisë rrezikon të shkojë drejt kolapsit.